Kryeministri në detyrë Albin Kurti sërish ka kërkuar partitë e tjera që të votojnë Albulena Haxhiun, ndërsa për kryeparlamentar të deritanishëm Glauco Funcën ka thënë se do ta bëjë ministër. Kryeministri në detyrë Kurti tha se ish-kryetari i kuvendit Kojfunca po kthehet në ekzekutiv e Haxhiu në legjislativ. Kryeministri në detyrë Kurti tha se ish-kryetari i kuvendit Konjufca po kthehet në ekzekutiv e Haxhiu në legjislativ. Ne kemi marrë një vendim të propozojmë ministren e drejtësisë, gruan më të votuar, Albulena Haxhiu për kryetare të kuvendit, ndërkohë Glauco Funcë jemi marrë vesh se do të bëhet antar i qeverisë në Kurti 3. Glauco po vjen në ekzekutiv, Albulena po kthehet në legjislativ, ka thënë Kurti. Kurti e ka pranuar se për të bërë qeverinë e re duhet të bëjë kompromise e koncesione. Kur formohet qeveria, do të na duhet të bëjmë koncesione dhe kompromise dhe këtu natyrisht që ne do të bënim sërish bisedat me të njëjtët dhe natyrisht para të gjithësh me pakicën që tashmë i kemi votat për Albulena Haxhiun dhe me të cilën kemi bashkëqeverisur deri më tani dhe me nismën me të cilën kemi pasur takime. Ndërkaq sa i përket konstituimit të kuvendit, unë them që të ruajmë shëndetin e demokracisë në Kosovë, të mos ja imponojmë propozimet njëri tjetrit, sepse nëse partitë opozitare përzgjedhin brenda vetëvendosjes e LVV-s, përzgjedhin brenda partive opozitare, atëherë ne do të përfundojmë në një kryesi ku partitë që i kanë të deleguarit e vet, jo që janë mjaftueshëm të kënaqur me ta ose me to. Le të mos e bëjmë këtë lojë negative. Ne duhet të respektojmë propozimin e njëri tjetrit dhe të kemi një kryesi mentore të kuvendit, ka thënë Kurti. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka shprehur besimin se deputetët e opozitës deri tani ata janë në trysni nga shefat e partive, prandaj sipas tij votimi i fshehtë do t'u jepte mundësinë atyre që të votonin të lirë dhe të shprehin vullnetin e tyre. Ne besojmë që deputetët opozitar janë në një trysni të madhe nga shefët e partive që të ruajnë homogenitetin e tyre dhe pikërisht në një situatë të tillë, ata do të kishin lirinë të një votim të fshehtë të shprehin vullnetin e tyre, sepse ka shumë deputet opozitar që ndoshta do të ishin kundër formimit të qeverisë, ku unë do të isha kryeministër, mirëpo konstituimi i kuvendit është absurd të kundërshtohet, meqense kuvendi i Kosovës është mishërimi i pluralizmit politik, si shtyllet demokracisë, ka thënë ai.